Jemi në pjesën e tretë dhe të fundit, sikurse edhe e përmendëm në dy pjesët e para, kemi dy banka të reja që shumë shpejt do t'i bashkohen korpusit të 11 bankave tregtare të vendit, që edhe pse profesor Brumbulli tha me të drejtë janë tradicionale, në fakt kanë ndryshuar shumë fort mënyrën qasjen e punës duke u digitalizuar. Pam edhe revolucionin e mirë fill digital nga viti që duket tashmë i largët 2019, një rritje me gati 5 herë të përdoruesve online të shërbimeve bankare. Gjithashtu edhe rritje me herë e vëllimit të transfertave të parave në rrugë online. Por, i lutem regjis me grafikun e 7 në 6 vitet e fundit, pra 2019-2025, profesor Brumbulli, aktivet bankare janë rritur me afro 900 miliard lek, duket një shifër pak e vështirë për të imagjinuar nga teleshikuesit, po bëhet fjalë për rreth 933 milion euro, jo, 9.3 miliard euro më shumë, pra atë që quhet kapital bankar, aktive bankare. Sistemi bankar është zgjeruar me mbi 58% në vetëm 5-6 vitet e fundit. Dhe sektori financiar, në radhë para i bankar, është bërë tashmë dominues, përcaktues në ekonominë tonë. Një koment tuaj lidhur me këto tre gjetjet që kemi neve përcaktuar si ndërkryesoret në këto zhvillimet e fundit të industrisë bankare për vendin tonë. Mua nuk më surprizon asgjë nga këto fatos, sepse janë shumë vite, janë 5-6 vite që ju keni marrë atje në analizë, nga 2019 në 2025, ritmet mund të ishin dhe më të larta, sigurisht, sepse periuda ka qenë disi e favorshme, por ndodhen ngjarjet që janë jashtë natyrës ekonomisë së vendit, si ishte lufta në Ukrainë, tërmeti pandemia, po sidomos edhe lufta në Ukrainë, që mbajti i valën e inflacionit edhe ishte ndërkohë tani është lufta tjetër, kështu që them që okej, pasqyroj një të vërtet, atë që bankat nuk është se ndalen, edhe kur folëm për rritjen e portofolit të kredive, pam që është rritur, edhe pse jo të gjitha depozitat janë në portofolin e kredit, bankat kanë dhe letra me vlerë, financojnë dhe qeverin, financojnë ekonominë private, po financojnë edhe qeverin, plus që kanë edhe likuiditetet të tjera për çdo rast, për çdo vështirësi. Dhe më duket që jemi në rrugën e mbar ne si prirje, si trend, edhe pse jemi duke krahasuar me fundin e pjesës së dytë që diskutuam, që në raport me prodhimin e brendshëm bruto jemi ullët në krahasime të tjera. 32% është ullët. Nuk është faj bankave, është një trashëgimi e idhur ta quajmë atë që tha Mateo që bëri analizën, kemi probleme strukturore, por në fund të fundit ato pasqyrohen. Dhe shifrat janë ato që tregojnë pastaj gjithë defektet ku kemi dhe ku s'kemi. Vetëm se një gjë që për hir të shifrave të mira bankat nuk mund të marrin risk të shtuar. Dakor? U vërtetua në 2008-2010 që një lloj optimizmi i shtuar kaloi në një lloj kolapsi, në një lloj vështirësie. Bankat kanë nxjerrë tashmë mësimet, janë forcuar shumë procedurat edhe analizat për marrjen e kredis, edhe pse ka shumë produkte që nëse ti e klienti bankës, bie fjala merr pagën në bankë, merr kredin konsumatore në minutë, deri në 3 paga. Dhe pa kolateral pas një lloj kërkesë. Kredin e shtëpisë mund ta marrësh nëse ti me ke vite që bashkëpunon, ke pagën në bankë, ke të ardhurat e deklaruara, të formalizuara çdo gjë, domethënë ti merr. Biznesi po ashtu që ka vite që punon, ka linja krediti të hapura në dispozicion. Pra ka ndodhur ndryshime të tilla dhe sigurisht do pasqyrohen në rritje. Po ne kemi edhe një potencial tjetër, sepse ne jemi në vitet e ekonomisë që akoma nuk është që e kemi strukturuar. Te ne shikojmë që në një periudhë merr super xhiro një sektor i veçantë. Ndërtojmë fura buke, pastaj ndërtojmë pika karburanti, pastaj ndërtojmë, ku diun, veremi me farmacinë. Tani është hapur kjo një herë me pikat e këmbimeve, valutore. Pikat e qofseve në momentet caktuar. Do me thënë, ka një lloj sepse ekonomia jonë ka qenë bosh. Po jo, ka qenë bosh. Ekonomia jonë ka qenë bosh dhe ka patur nevojë për çdo gjë të re. Çdo gjë që shikonim dhe që e kishim jashtë, dhe ka përfitur këtu, dakor? Kanë funksionuar. Ose kanë qenë fitnessat apo kanë qenë parukeritë, të gjitha, domethënë këto kanë ardhur në momente të caktuara kohore, por kur kanë ardhur ka qenë si fushat.
Do me të kishte një turje të biznesit të vogël të mesëm drejt këtyre. Dhe bankat kanë përballuar, pa u duke shërbyer. Në një situatë që nuk kemi një konturim të ekonomisë, do me thënë ne themi në udhëhej ndërtimi, kemi bujqësinë kontribon, tani ju futurizmit në këto 3 vjet, por ama ne nuk kemi prodhim. Ajo që na pengon, dhe në qoftë se do kishim prodhim, sigurisht edhe shifra do ishin më të larta. Për industrinë përpunuese. Edhe kredia do ishte shumë e lartë, sepse kur ke prodhim dhe ke linja teknologjike, sigurisht që ke nevoj për financim. Tashmë ne ndodhemi në sfidën tjetër që gjithë sektori i ndërmarrjeve të vogla të mesme duhet të përshtaten me standardet për të qenë gati kur në qoftë se hyn në BE 7.3 miliardë sipas një studimi euro në 2030. Kështu do hyjmë në Europë, po nuk të pranon njeri të prodhosh, të shesësh, të tregtosh në këto kushte që jemi ne sot. Absolutisht jo. Dhe ne duhet të arrijmë Gjermanin, Francën, Hollandën, nuk po flasim me rajonin, nuk po flasim me rajonin. Dhe kjo kërkon një kulturë dhe investime të reja, të tjera, dhe kërkesa për kredi sigurisht do vi duke ushtuar, prandaj edhe bashkë me qeverinë dhe me Bankën e Shqipërisë ne kemi bërë një program për financimin e ndërmarrjeve të vogla të mesme, me kosto shumë të lirë, deri në 3%, edhe me garanci të qeverisë, për të gjitha investimet që janë të domosdoshme të përgatisim ekonominë 3% është gati përshtatshme, ndryshe nuk do konkurroj dot ekonomia. 3% është shumë e favorshme. Inflacioni është aq. Është nevojë që duhet bërë se. Do me thënë, këta biznese që të përshtaten dhe të blejnë teknologjinë e re dhe të përmbushin standardet e reja, do me thënë, nuk është një gjë që do ulesh dhe do shkruash 5 fjalë, e do i dorëzosh në institucion edhe mbaroj. Jo, do me thënë, standardi është standard, ti duhet të nisësh nga A-ja te Z-ja dhe ta mbyllësh gjithë ciklin dhe duhet të certifikojnë ato firma që certifikojnë që nuk i blen dot për këtë lloj standardi të caktuar. Dhe ne duhet përgatitemi që të jemi konkurrues në Europë. Nuk do shkojmë thjesht si konsumator, se çfarë do prodhojmë. Pra ekonomia jon po të kishte këtë strukturë që po flasim, që të kishte edhe prodhimin më shumë dhe të kishte deg bazë të ekonomisë që realisht prodhojnë bankat do ta tregonin vetëm prodhimin e përgjithshëm brenda. Do e kishin produktin. Sigurisht bankat do kishin edhe më shumë se sa kaq që po flasim ne. Profesor Spau, i lutem. Çka për bizneset ekzistuese, pasi kanë filluar ankesat në këtë sens, pra për në BE. Po në fakt certifikimet janë certifikime të rëndësishme, sepse po flasim për certifikime ISO dhe për certifikime HACCP. Pra, dhe për ushqimet, dhe për, ne i themi kinkaleri, nuk janë kinkaleri, por janë gjithsesi elemente që nuk, pra, produkte që nuk kanë, por që përdoren në përditshmërinë tonë. Pra, shiten dhe blien me pak lek. Pra, në të dyja këto aspekte, Shqipëria ka problematika. Pra, edhe në transformimin e produktit bujqësor. Dhe drejt siguria ushqimore, që për Bashkimin Evropian është... Dhe natyrisht këtu ka nevojë për dorën e bankave dhe për gjitha ato që janë ndërhyrjet dhe bashkëpunimet qeveri, banka, bizneset vogla. Edhe me Bankën Qendrore, po edhe me Ministrinë e Financave e përmendi. Me objektiv marrin përdoret bizneseve dhe ndihmën për sa i përket konsulencën dhe ndihmën për sa i përket marrjes së certifikimeve reale për të rritur realisht cilësinë e ushqimeve në Shqipëri, sepse jemi në një vend ku, le të themi kështu, 70% të sëmundjeve dhe këqija vijnë nga ushqimet në Shqipëri. 70%? Jo, pastaj vjen alkooli dhe duani. Është burimi numër 1. Është burimi dhe është 4 fish në raport me Europën perëndimore për person. Kështu që kemi nevojë për aty është sfida e vërtetë. Pastaj dhe për elementet e tjera. Pra, në këtë sens i bashkohem, pra sfidës së ekonomisë shqiptare njerë që futemi në BE, do jenë këto. Thënë kjo, sektori bankar, le të themi kështu, po bën të vetëm, po përpiqet që të marrë pjesë dhe në bashkim dhe në koordinim me ato që mundet ishin instrumenta, ku qeveria mundet të ketë një lloj backupi, pra një lloj sigurie, për në mënyrë të tillë që bizneset të arrijnë që të mbijetojnë, po pse jo, për ata që kanë vizion me anë të certifikimeve të shikojnë për tregje që nuk janë në tregjet me 3 milion banor, por janë me 350 milion banor. Për aty është sfida e vërtetë. Kjo është sfida reale. Profesor Brumbulli, ndoshta erdhi momenti, kemi 2 banka të reja, kemi sfidën e financimit të bujqësisë, a mund të ndihmoj prania një banke me eksperiencë që është banka më e madhe në tregun bankar turk, Ziraat Bank, me qenë se ka aplikuar pranë Bankës Qendrore dhe ka marrë licencën.
E ka marrë. Pra, praktikisht është këtu... Presim të filloj operacionet. Pritet vetëm që të fillohet... Pra, mund të ndihmoj kjo bank edhe për të, si thua, rigjallëruar këtë mundësi që nuk është faji bankave tona të drejtanishme, i sistemi tonë bankar, por ama për gjitha të trashëgimit të hidhur të skaluarës, ato mungesa, si që shpjegoj shumë qartë profesor Spao, nuk ka arritur të ndihmoj sa duhet të krediti bankar bujësim tonë. Sigurisht, një banke specializuar mund të japi një ritëm tjetër. Dhe eksperienca që ka Ziraat është për të vlerësuar, është admirueshme. Në profilin e saj, modeli i biznesit dhe motori kryesor që e vënë në lëvizje gjithë bankingun e vetë, është financimi i bujqësisë. Dhe ajo ka produkte, ka ekspertizë, ka know-how-un e duhur që mundet të t'i vërë në shërbimet e të ekonomisë. Por pa e mbi vlerësuar këtë, një bankë sa do që t'jetë, nuk do bëjtë çudin në treg. Jo, po do hyjë njerë, do orientohet. Po, edhe bankat ekzistuese kanë shprehur dëshirë, vullnet që të merren me bujqësinë, edhe pse nuk kanë stave të kualifikuara dhe nuk është se e njohin bujqësinë. Oficierë kredije të mirëfillt që ta njohin. Po edhe në vetë në profilin e bankave, nuk janë banka që mbulojnë dhe bujqësinë. Shumë e drejtë. Janë banka universale që mbulojnë fushat e tjera, po bujqësia është e veçantë specifike. Dhe ndoshta në këtë aspekt, Ziraat Bank është e mirë pritur, që mund të luaj, mund të shërbejë si një lloj dielli i vogël që të hapi edhe të rrezatojë edhe të tjerët, për mënyrën se si trajtohet bujqësia. Është e mirë pritur, le të shikojmë, optimizëm kemi, dhe pse jo, nuk është një bankë si të tjera, se po të ishte si të tjera do thoshnim, ne i kishim 16 dhe erdhëm në 11 dhe thoshim duhet konsoliduam. Kjo është vërtet. Është e veçantë që asnjëra nga të 11-ta nuk është e detajuar në atë profil që ka kjo bankë. Pra kemi një bankë me një profil krejt tjetër. Që mund t'jetë një vlerëstuar, sigurisht, të shpresojmë në rezultatet dhe në performancën e saj. Profesor Spao, komenti juaj? I bashkojmë komentit të profesor Brumbullit. Çështja është që ngelen disa probleme që tipike shqiptare, pra për shembull si është pronësia e tokës, ose disa çështje që lidhen. Ka edhe një bankë specializuar, nuk mund të bëjë. Ska levën e Arkimedit aty. Domethënë ka 1001 metoda për kreditdhënie, sepse ata që kanë dashur punojnë bujqësi janë detyruar të shkojnë tek mikrofinanca. Vetëm që më kupton drejt. Po përmendi dhe profesor institucionet financiare jo bankare. Punoj në bujqësi dhe pres që të kem një fitim 20% të investimit. Atëre, të shkoj të mikrofinanca, kur më kushton vetë 20% ajo, kredia i bje që nuk ja vlen. Po vajten në një bank, mundet të shpenzoj 4-5%, por, dhe fitoj 15%, por duhet të kem pronësinë e tokës, të demonstrueshme. Pra, në këtë sens, pra, Ziraat është mirë pritur, por nga ana tjetër, unë besoj se ajo një bankë, se çdo bankë e lëm vetëm në një sistem të tillë, e profilizuar për bujqësinë do ketë jo pak probleme në tregun shqiptar, sepse pikërisht kemi 1001 probleme, një të paralidhen pronësinë e tokës, 2 lidhen me ato që janë elementet e infrastrukturës bujqësore, me çështjen me rolin që ka pushteti vendor në këtë fushë, jo vetëm qendrori, dhe mos harrojmë. Shumë e drejtë. Pra përpyet kullotat, lëndët e pare janë në dorë të pushtetit vendor, të bashkive. Pra, është një lloj xhungle, ta themi shumë, pa egzageruar, që në të cilën nuk do të jetë e thjeshtë në Shqipëri. Por nga ana tjetër, përse unë jam pozitiv në këtë aspekt? Në momenti kur ti ke një institucion që është i profilizuar në një fushë të caktuar, së pari dhe së paku, ky institucion do bëjë një lobim të institucionet dhe qendrore dhe vendore, qeverisë, në mënyrë të tillë që diçka të ndryshojë nga pikpamja ligjore, të rregullorave dhe pse jo, edhe nga përsa i përket drejtës së pronësisë, në mënyrë të tillë që se për ndryshe alternativa do të jetë tërheqja e institucionit, dhe unë besoj që arsyeja ose më mirëpritja që ky institucion ka patur është edhe sepse ekziston një vullnet pozitiv për të ndryshuar gjërat dhe shpresoj që kjo gjë të vijojë me sa më shumë fakte dhe vepra, jo vetëm me vullnet. Ndër sfidat, i lutem në regjistre dhe grafikun e fundit që kemi përgatitur, sfidat e sektorit bankar, një sfidë më vete, profesor Brumbulli, ka qenë SEPA, të mos e harrojmë. Në 7 tetor... me sukses, iku, nuk është më sfidë. Më sfidë.
Po sa na ka sjellë ajo. Mbyllëm atë. Sa mirë jemi ndjerë me sepën. Shumë mirë jemi ndjerë dhe shumë mirë dhe më mirë do ndjemi në fund të vitit me instant payment. Sepse do japim një mundësim tjetër. Nuk doja t'ja u pyesja sepse është vërtet një fushë që ndoshta nëse juve do jenë dakord, por edhe profesor Spao doja t'ju ftoja sërish sepse është vërtet një gjë shumë e mirë qytetar, ndoshta pagesat e menjëhershme, pra instant payment që ju edhe përmendët pak në pjesën e parë, e kuptojnë me vështirësi, po bëhet fjalë që ti të kesh mundësi nga çdo pikë e Shqipërisë son, apo edhe nga çdo pikë e Bashkimit Evropian, të kryesh një pagesë në çfarë mënyre? 5 minutat e fundit të emisionit. Instant payment. Ju thatë në fund të këtij viti. Instant payment. Bajni mend që e keni thënë këtë. Po, në fund të vitit. Kështu është parashikimi, në dalë do një gjë tjetër pastaj, po në fund është një gjë e mrekullueshme. Do jemi gati që të ofrojmë tregut që përveç paras kesh, paras së gatshme, ti të kesh mundësi në çdo pikë, në çdo njësi biznesi, të paguash jo kesh. Pra të paguash nëpërmjet QR-it, një metodë shumë të thjeshtë, me celularin tënd, kundrejt një mënyrë lidhëse brenda 8 sekondave. Brenda 8 sekondave parat nga llogaria tënde shkojnë në llogarinë e shitësit. Ne aty që të shet mallin, produktin, në restorant, kudo ku ti, nuk ka rëndësi. Dhe hapi parë do jetë brenda Shqipërisë. Hapi dytë mendohet që do jetë brenda vendeve të rajonit dhe pastaj kur të hyjmë në BE, do lidhemi me BE. Është një projekt shumë i rëndësishëm sepse përveç kartave që kemi sot, po që janë dhe të kufizuara se kanë kostosh POS-i e shumë e radhë, këto e lehtësojnë shumë nga kjo pikpamje, e zgjerojnë rrjetin, jep edhe një kanal më shumë, pra ti do kesh paran fizike, do kesh kartën, do kesh dhe instant payment që të paguash në çdo rast. Me imagjinatën tonë, do më thënë, edhe në një bujtin fantastike në Kudo që të shkosh në Thet, po, të shkosh. Por ai të thotë bujtësi jo, do më thënë të thotë që shiko se është e mundur me para në kesh, sepse atë POS-in nuk e kam, ose më duhen tani, nuk mund të pres. Ti e jep edhe për 7 sekonda i thur. Për 8 sekonda ka parat në llogari. Dhe ai mund të kontrolloj, mund ta shikoj që i vin parat në llogari. Po, se 8 sekonda. Se me teknologjinë aktuale ti e shikon një herë në ditë, pra pas orës 12 normalisht. Pra nëse të ka ardhur. Nuk janë në kohë reale, janë online, po janë të gjitha në kohë reale nga njëra bankë në tjetër. Mund të duan edhe disa ditë. Kurse me instant bëhet nga njëra bankë në tjetër. Një ditë. Sot mjafton një ditë, duheshin deri në 4 ditë, para se sa të adoptonim SEP-ën, tani duhet vetëm një ditë, nëpërmjet SEP-s. Edhe më pak. Po. Edhe pse profesori nuk e bëri gjë të madhe, po sa janë përgatitur këto bankat, sa kanë punuar. Po hiku se e kaluan ajo që bëhet kalohet. Kalohet dhe nuk flitet më. Kosto transfertës është sa 1/10 që ishte përpara. Por pra me 10 milion euro të 70 milion euro në vit para shikoj që të kursen. 70 milion euro. Praktikisht për 12 muaj i bie diku. Gati gjysma e saj janë për përfituesit në Shqipëri, domethënë klientët në Shqipëri, dhe gjysma tjetër janë edhe ata që nisin nga vendet e BE-s. Dakor, ama 35 milion euro ne kemi të kursuara këtu. Nga 7 tetori 2025 deri në 6 tetor 2026. Dhe këto janë para që ikin bankave. Apo komisionerëve të tjerë që ishin më përpara. Bankave, kur them jo bankave brenda vendit vetëm, janë bankat sistemi financiar. Edhe ulijet klientëve, ulijen në xhepat e klientëve. Dhe kjo është përfitim, dhe kjo është një ulje e detyrueshme nga institucionet. Edhe ju si banka, edhe pse ju ikin ato para, prap jeni të lumtur që qytetarët jetë mirë. Pa diskutim, sepse kjo është prirje, ti nuk mund ta mbash dot klientin sot me metodat e vjetra. Klienti e do këtë lloj shërbimi dhe ti do ta bësh. Pra të bësh banking sot, by default ti duhet i kesh këto shërbime. Ndryshe po si ke këto se vim te banka e re, që është Neobank. Që ne nuk e folëm. Po, ishte pyetja e fundit e minutës së fundit. Çfarë ka? Domethënë erdhi momenti që të vi, se nuk mund të vinte dot para 10 vjetësh, kur nuk njihni masi banking dhe asgjë. Tregu e përgatiti këtë situatë dhe tashmë njerëzit janë gati 70% online të themi në real time. Edhe që dojë tifin atë. Dhe këta tani çfarë do bëjnë? Do shfrytëzojnë këtë përgatitje, apo do japin edhe një shtytje më tej? Po ama kjo e futura tani nuk do jetë marsiane, nuk do jetë që ra aty edhe tani ne do ta shohim sepse kjo ka të mirat dhe të këqijat e veta për momentin. Është e sa ardhmes, po për momentin ka sfida dhe ajo pikpyetja më e madhe që shtrohet është se këto neobankat, këto pretendojnë të gjitha shërbime pa komision. Po me qa do jetojnë? Ku do i nxjerrin të ardhurat? Dhe për momentin jo të gjitha janë në kredi për biznes. Kredia për biznes është akoma në zhvillim e tyre. Ajo që bëjnë është kredia konsumatore, ato që kanë filluar. Dhe
vitet e para të gjitha kanë qenë me humbje dhe kanë humbje dhe vetëm kur marrin shumë treg mund të fillojnë pasaj matësia, ekonomia shkallës mund të bëjtë vetën. Kështu që kanë edhe ato sfidat e veta, se nuk është pjesë e bukur në themi një bankë dhe do gradualisht sfidë më vete, dhe ata janë një treg që është me konkurencë si do që të jetë. Shumë drejt. Profesor Spa. Shikoni, ulja e kostove ka bërë që më shumë njerëz të përdorin kanalet bankare. Pra, nga janë ka silë më pak lek në llogaritë e bankave, ose në funksion të buxheteve, por nga ana tjetër ka demokratizuar përdorimin e tyre. Pra, çfarë folëm pak më parë është që gjithmonë më shumë shqiptar po përdorin kanalet bankare. Pra, në mënyrë direkte ose indirekte. 5 fishi numri i përdoruesve. Pra, sikur të futesh në një supermarket dhe të shikosh që ka disa produkte që janë më të lira, të vjen të shkosh më shumë në atë qendër tregtare. Pra, por aty ka dhe produkte të tjera. Pra mundet të blesh një bluzë, një diçka tjetër, të shkosh në kinema, e kështu me radhë. Kështu dhe me shërbimet bankare. Quhet edhe cross-selling, pra edhe shitje përmes, pra duke përdorur kanale bankare, në mënyrë më të thjeshtë dhe më të shpesht. Edhe ato që janë opcionet e tjera, mundësitë e tjera të kanaleve bankare, kreditimi dhe gjitha investimi, gjitha elementet e tjera mund të duken më të thjeshta për të bërë, se bëhen më të thjeshta për të bërë, dhe ti mundet t'i përdorësh më lehtëshëm. Pra, në këtë sens është një përfitim për mendimin tim dhe për konsumatorin, por edhe për sistemin financiar në përgjithësi. Kemi 2 minutat e fundit, do doja ti përmbyllja me ju, profesor Brumbulli. Jemi në mes të vitit, praktikisht nuk mund të kërkojmë se si do shkojë ky vit financiar, bankar. Por, në gjykimin tuaj, po ecim në drejtimin e dur drejt integrimit të shërbimeve tona bankare, në radhë parë atyre online, sepse e pam që si thua pjesën e ariut është normale që do ta marrin shërbimet pa pranin fizike të qytetarit klient. Pra, ju jeni optimist që kjo rritje ndjeshme e drejtanishme aktivitetit bankar që sapo e provuam edhe me grafik dhe me shifrat e dhëna në emisionin ton, do të vijoj me po atë ritëm, pra jemi optimist dhe për gjysmën e dytë të këtij viti? Të gjitha parashikimet njerë për këtë vit janë optimiste dhe janë të mira. Edhe prodhimi i brendshëm bruto parashikohet diku te 3.5-3.6% rritje, do të thotë që jemi në nivelin e vitit kaluar. Si industri bankare presim pak rënje të fitimit në fitueshmëri në krahasim me vitin e kaluar, për shkak edhe të situatës së krijuar tashmë nga blokimi geopolitike që është jashtë dëshirës dhe mundësisë tonë, domethënë sepse mund të ketë një val të ndikime inflacioniste, akoma ne nuk e ndjejmë tërësisht, por rritje çmimi këtu atje ka dhe ndodhemi, por viti do të jetë, në qoftë se do vazhdojmë me këto dhe nuk ndodh ndonjë ngjarje tjetër fuqimadhore jashtë parashikimeve tona, do të jetë një vit përsëri i suksesshëm në linjë me 3 vitet e fundit. Kështu që jemi optimist për këto, plus që sfida jonë më e madhe tashmë është legjislacioni evropian. Ajo që ne ndeshemi dhe kemi punë për të bërë dhe është kompleks, janë ligjet e reja që duhet të miratohen për të japur rrugë bashkimit me familjen europiane. Dhe mos harroni pagesat e menjëhershme në fund të këtij. Ajo është futur në agjendë, ka marrë fund dhe po shikojmë një gjë tjetër. Në lloj si sepa. Atëherë, profesor Brumbulli, profesor Spau, ju faleminderit që ishit me neve sonte në Ekopuls. Të nderuar teleshikues, ju faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim takimet e ardhshme.